Do të më lejoni që në këtë ditë të bukur, në këtë ditë xumaje, por njëkohësisht e bukur edhe me bereqetin e Allahut Dhul Xhelal, edhe pse është dimër, të japim pak hakun hutbes dhe të themi 2-3 fjalë. Me kështu të fitojmë kënaqësinë tek Allahu Dhul Xhelal gjithë së bashku inshallah. Po para se të them 2-3 fjalë, kësaj radhe bazuar në pjesën e parë të ajetit 63 të surës An-Nisa, do të kisha dashur të bëjmë një dua, një lutje tek Allahu i Madhreshëm, me bindje të plotë se Allahu Dhul Xhelal në këtë ditë bekuar, ditë xumaje, në këtë vend bekuar, në këtë Bejtullah, dhe në praninë e juaj të nderuar vëllezër të bekuar, që jeni përgjigj thirrjes së Allahut dhe keni ardhur këtu për të rënë në sejdë atij, kemi bindje të plotë gjitha doat që i bëni, qoftë me zemrën tuaj, qoftë me gjuhën tuaj, po qoftë me kokën tuaj, vetëm me mendjen tuaj, Allahu Dhul Xhelal inshallah kabul dhe mabul në ibad. E lusim madhrin e Allahut. O Zot i gjithësisë, ti e falës, ti i gjithdijshëm, ti e mëshirues, ti e din të kaluarën, të tashme të ardhmen tonë, ti e din atë që e kemi në zemër, ti e di atë që e kemi në mendje, ti e di atë që e kemi në plan. O Allah, ti din gjithçka. O Allah, ti e din që ne jemi krijesa njerëz të dobët për plot gjunahe, dhe ne të kaluarën tonë kemi plot gjunahe, andaj gjunahet tona avë dhe magfiret në ibad ya Rabbel Alamin. Të tashmen tonë Allah në nuk e dim, a jemi në rrugë drejt apo jemi në rrugë gabuar. Nëse jemi në rrugë të gabuar, në rrugën e drejtë na udhëzoj ya Rabbel Alamin. E nëse jemi në rrugë të drejtë, në këtë rrugë na forcoj ya Rabbel Alamin. Këtë pjesë të jetës që na kanë ngel, e na nuk e dim se sa është ajo, se sa është në dorën tënde, o Zot, na mundso të jetojmë me dinjitet si musliman. E kur dajemi nga kjo botë, të ndahemi me iman. E kur të ringjallim botën e ardhshme, të ringjallim pranë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë së bashku në xhenetën më të mira, në xhenetul Firdaus ya Rabbel Alamin. Amin, amin. Të dashur vëllezër, i respektuar i xhamat, Allah i Madhreshëm krijesën njeri e vonoi për dallim nga krijesat tjera. E krijoi më vonë. Por kur e krijoi atë, e krijoi edhe në formën më të bukur, edhe në formën më të mirë, për dallim nga gjitha krijesat tjera më parshme. Krahas asaj, Allah i Madhreshëm krijesën njeri e privilegjoi që në mesin e njerëzve dërgoi edhe pejgamber, profet. Allah i Madhreshëm e privilegjoi krijesën njeri duke i dërguar edhe libra se si ata duhet të jetojnë e mos gabojnë. Allahu Dhul Xhelal e privilegjoi krijesën njeri saqë e mësoi se si të jetojë bollhapur dhe me dinjitet. Allahu Dhul Xhelal e privilegjoi krijesën njeri saqë tha ban tobe te unë dhe unë toben e pranoj dhe gjunohet e kaluara ti fal. Allahu Dhul Xhelal e privilegjoi krijesën njeri saqë është krijesë që Allahu Dhul Xhelal ja mundsoi hyrjen dhe kënaqësinë në botën e ardhshme në xhennet. Allah inshallah gjithë nasib na ban ya Rabbel Alamin. Të dashur vëllezër, respektuari xhamat, tash Allahu Dhul Xhelal e bëni krijesën njeri që të jetë me dinjitet dhe ka ana tjetër ja tregoi formulën se si njeriu duhet ta mbajë dinjitetin e vet. Veçanti këtë mesazh orientoj se shoh që ka në xhami një numër të madh të gjeneratave të reja. Kjo nuk do të thotë që përjashtohen gjenerata më të vjetra, por në veçanti të gjeneratat e reja të marrin këto mesazhe të fuqishme nga i dashuri jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nëse dëshirojnë kokllart, ballhapur si musliman të jetojnë këtë botë dhe ballhapur kokllart, jo me turp, të ringjallën botën e ardhshme kur takohemi atje me Allahun xhelal dhe me gjitha krijesat tjera. E si bëhet kjo? Ne tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha do të tregoj disa gjëra me cilat ju do ta përfitoni atë të mirat e thesarit të Allahut xhelal. Atë mirat nga thesari i madh i të mirave që e ka Allahu xhelal, nëse doni ju të përfitoni, të veproni kështu. Ne tregon një rrugë, ne tregon një formulë, ne tregon disa shenja. Të dashur vëllezër, përmend disa gjëra janë shumë të thjeshta. Por unë e kam vërejt, inshallah jam gabim, që në shoqërinë tonë kanë filluar të zbehen këto vlera që duhet të posedoj besimtari musliman. E para, thot nëse je i sëmundjen tënde, mos ja tregoj çdo kujt. Pra me fjalë popullore, mos u ban për gjuna. Çdo kujt do të thosë, gjuna i kanë ai smut.
Ha gjunoj t'i ndihmojmë se është shumë i smut. Mos e anko sëmundjen tonë para çdo kuj që njerëzit të ta bëjnë me gisht të thënë gjuna, se muslimani duhet të jetojë me dinjitet, me kokë lartë dhe jo tjerët t'ja bëjnë me gisht gjunahi. Është vërtet që për sëmundje duhet të dinë ata të familjes. Është vërtet që për sëmundje duhet të shkosh mjet dhe të shërohesh. Është vërtet që sado që të jetë ilaç i larg e ke obligim ta kërkosh. Është vërtet. Po është e vërtet që i ki të ndaluar të ankohesh për sëmundjen tënde të çdo njeri që e takon. Sepse ti kështu e ul dinjitetin tënd si besimtar musliman. E para, e dyta, pa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe ndihmën kur ja bën Allahu të vetë besimtar musliman, sadakon kur ja e bën fshehur azi. Nuk e prek dinjitetin e atij tjetrit. E para kishte të bëjë me vetveten, e dyta me tjetrin. Sepse në moment që e bën publik apo e bën publikisht ndihmën e një besimtari tjetër musliman, ti e ke prekat në dinjitet. Ai duhet të jetojë jetën me kokullur. Kur do qofshin edhe stërnipat e tij, do t'ja përmendin që ti ke qenë i varur për dikujt tjetër, e s'ke qenë i Zoti i vetvetes. A janë sprovë nga Allahu? Allahu i çon sprova. Allahu e çon fukarallëkun, Allahu e çon krizën, ama unë edhe ti e kemi obligim ta mbrojmë dinjitetin njëri tjetrit. Nëse ka nevojë ta ndihmojmë, do ta ndihmojmë, por nuk do e merr vesh askush. Ta ditë vetëm Allahu. Edhe e treta, thot për vështirësi që o ti keni, mos u ankoni pa ndërprerje. A keni pa disa njerëz kanë të mira, 20 vjet, 25 vjet, i shkon biznesi shumë mirë, 2 muaj, 3 muaj ka krizë, nuk lën gjë pa thonë, qoftë publike në mesin e njerëzve, qoftë nëpër mezhlise, qoftë nëpër oda, qoftë tani në Facebook, në rrjetet sociale, duke ankuar se çka më ka gjetë mu. Po mirë, a e falenderova Allahu xhelal që 20 vite dha bereqet, 20 vite dha shëndet dhe tash një smundje duhet gjithë të marrin vesh. 20 vite ti pate muhabet me shokun, tash u i dhërove, a du ta mushish këtë dunjon që ti e hidhnu me shokin tanë? Jo vallahi. Nëse ndodh një vështirësi, një mosmarrveshje brenda familje, me vllaun, me babën, me nanën, me motrën, me fëmijën, me kushin, me bashkëtarrin, ndodh një mosmarrveshje, mos e publiko, le të fleje pa, sepse harrohet në këtë formë e ti e mbulon një gabim, Allahu xhelal ta mbulon një gabim ti ditën e gjykimit. Pra për me jetu me dinjitet, besimtari musliman, çdo gjë që i vjen në mend dhe në zemër nuk duhet ta nxjerrë jashtë. Të dashur vëllezër, mos mendoni që gjërat që na ndodhin neve janë të rastishme. As smundja nuk është e rastishme, as vdekja nuk është e rastishme, as kriza ekonomike nuk është e rastishme, as gjendja, mosmarrveshja brenda shoqërisë nuk janë të rastishme, as çdo s'ka e rastishme. Sa që e keni ndëgjuar besoj edhe nga imami juaj, edhe nga hoxhallarët tjerë, të dashur vëllezër, që na mësoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që Allah i madhreshëm në hadith kutsi tha: pasha madhërin time, u betu, pasha madhërin time, unë ku një rob e dua, dhe dua ta marr pranë vetes time në mshirën time. E dua një rob, dhe du ta marr pranë vetes time në mshirën time. Unë ati ja çoj një sëmundje. Unë ati ja çoj një vështirësi tjetër ekonomike. E me këtë unë e pastroj nga gjunohet dhe nuk e marr nga dunjoja përveç se të pastruar. E nëse thotë edhe me këtë nuk pastrohet, atëherë thotë në momentet e vdekjes ja çoj një vështirësi. E me çast sikletin e vdekjes jo ta ket edhe atij pastroj gjunohet dhe e marr të pastër pranë meje. Do thonë edhe smundja nuk qenë ka rastishme. Allahu xhelal nga dashuria që ka nga robi i vet, që na me këtë mendje të kësaj bote, se ne kuptojmë këtë, dhe kuptojmë kur dalim botën e ardhshme. Allahu xhelal inshallah na mëson atje të jemi në mesin e njerëzve të mirë ya rabbel alamin. Të dashur vëllezër, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam file për me tregu madhrinë e Allahu xhelal, mëshirën e Allahu xhelal, se sa Allahu xhelal është el-Ghafur, se sa Allahu xhelal është falës dhe është mëshirues, na tregoi që brenda jetës tonë ka disa momente që Allahu me këtë gjuhën bashkëore të teknologjisë e bën update, e bën refresh, e pastron organizmin tonë dhe fillojnë gjunohet me na unjë fillim. Ose të mirat shtohen.
Ama gjunohet, Allahu xhelal i fshin, i bën një delete që themi në gjuhën e kompjuterit, edhe filloi fillim u njeh 1, 2, 3. Fshin kaluam. Se ti përmendi pas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mësojnë. Shif janë disa momente shumë interesante. Një prej tyre është dashur ledhë. Nëse me knaci, me bindje, jep hakun ditës dhe namazit të xumos. E si janë kjo me adhon hakun ditës dhe namazit të xumos, të respektosh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në xhami shkon me knaci, jo me mërzi. Pastrohesh i dishku në takimin javor, rregullohesh parfymosesh, lexon Kur'an, shkon më herët dhe ndëgjon ligjëratën, e rrumbullakson namazin komplet me një khushu, me një kënaqësi të brendshme. E kur e përfundon me këtë kënaqësi, me këtë bindje, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur del nga dera e xumos, njeriu del i pastruar nga gjunohet. Subhanallah. Çfarë mirësie na dha neve Allahu i madhreshëm. Kjo është një prestacion. Tjetër që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kur njeriu të Allahu i çon një smundje. Një smundje. Edhe me smundjen Allahu e sprovon. A bën sabër, a nuk bën sabër, çka flet, çka komunikon me njerëzit të tjerë. Edhe te kalon smundje, pas së smundjes rond, Allahu dhe na shëron. Vëllezër, duhet ta dim. Na e kërkojmë ilaçin, por duhet ta dim se edhe smundja, edhe shëndeti, shërimi është dorë të Allahut. Allahu dhe na e shëroi. Pas shërimit, nëse me durim, me sabër, me iman, me zemër butësi, me pastërti, me çelësi shpirtërore, e ka lësë mundjen, thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur fillon dhe shërohet, Allahu xhelal fillim ja nis me anë origjinal. Ja ka fol kalon. E treta, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeri ka qenë jo musliman, një fe tjetër, edhe ai ka bërë shumë gabime, shumë gjëra, sepse ka qenë fe tjetër. Edhe vendos, për shembull sot, ditën xumë, unë kam vendosur mos ta dim kur kush veç Allahut, unë po bëhem musliman. Edhe shpreh shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Në çikit moment që jeni në Islam, gjitha gjunat e kaluara, Allahu xhelal ja fal. Pi fillim nisim me numrin. Edhe e katërta që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se nëse besimtari rob me dinjitet, me krenari, me knaci dhe me pasuri halal shkon edhe e kryen në haxhin, kur e përfundon në haxhin, është i pastruar nga gjunat, pi fillim nis me numër. Po e përsëris, me knaci, me dinjitet, edhe me pasuri halal shkon e kryen këtë ibadet, Allahu xhelal gjunat e kaluara që i ka bën, Allah i madhreshëm ja fal. Kjo është mirësia që e don, që e dërgon për neve, Allahu xhelal dhe na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, është ditë e ftohtë dhe unë nuk dua të zgjat, por duhet të përmendi thonjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na transmeton nëna jone e ndershme Aisha radhiyallahu anha. Po do dalin para Allahut ditën e gjykimit. Do dalim kretna, fa do dalim para Allahu xhelal njerëzit, robët ditën e gjykimit. Dhe do të mirën në llogari hollësisht për gjithçka. Dhe për përsëris termin, hollësisht për gjithçka. Do të thonë për gjithçka. Edhe atë se si qëndruam në xhami duhet me dhënë llogari. Edhe atë që e quam në shtëpi me ushqim familje do të japim llogari. Edhe në raportet me prindërit do të japim llogari. Edhe pozicionin tan gjatë smundjes llogari, edhe gjatë shëndetit llogari, edhe gjatë bullukut llogari, edhe gjatë fukarallukut llogari, për gjithçka. Pa atë i thot ditë e gjykimit. Do të japim para Allahut xhelal llogari për gjithçka. Dhe njeriu do të thotë, robi do të thotë, sikur se në dunjë mos kisha marrë asnjë vendim. Kur ta sheh vështirësinë, gjërat që si ka mojt men hiqin këtë dënjon, do të thotë, sikur se në dënjon mos të kisha marrë asnjë vendim. Sepse ndonjëherë na marrim disa vendime në dënjon, na konët farja, na konët interesi, na konët pozicioni, na konët disa gjona, edhe e marrim një vendim ndoshta me shkel ligjin e Allahut ose me vepru me haram, edhe ngrihemi. Ama a ditë do të themi, sikur se mos ta kisha marrë çat vendim. Se e mora atë vendim, po sot e kuptova se unë kanë bë helaç, edhe pse ti ndonjëherë tu ka do vetë shumë mirë. Të dashur vëllezër, na duhet rregullisht ta lutim Allahu xhelal me lutjen o Allah na fal, edhe o Allah na pastro nga gjunohet tona, sepse vetëm Allahu xhelal di se si na pastroj dhe na udhëzoj në rrugën e drejtë.
Për me rumbullaksu do të përmendi në thënje të Ummu Dardas, sepse gjithë to që i përmenda më herët të dashur vëllezër kanë të bëjnë me zemrën. Nëse zemra është e rregullume, nëse zemra ka emocion, nëse zemra ka dhimbje, nëse zemra ka dert për tjetrin, të dashur vëllezër punë tjera vijnë. Por nëse zemra është i ngurtë, nëse zemra është e fortë si guri, nëse zemra nuk ka emocion për gjithçka që ndodh, atëherë fatkeqësisht baza mbi cilën ndërtohet imani i njerit është i smutë. Tha Ummu Darda, sëmundja më e madhe shpirtërore është ngurtësia e zemrës. Pastaj ne e tregoj edhe recetën, formulën, rrugën, terapien. A doni ju që ta shëroni këtë ngurtësi nëse e keni në zemër? Ummu Darda tha, veproni këto 3 gjëra. Po edhe nëse i veproni, prap jeni të ngurtë, s'keni emocion, s'keni dertin e qerve, e keni vetëm gajlën e juve, prap veproni. Prap nuk ndryshoni, prap veproni, se një ditë kjo do të zbutet, zemra do të zbutet e do të shpëtoni botën e ardhshme. Cilat ishin ato? Tha e para, ku të kuptoni që janë dikush i sëmur, shkoni dhe bëni zjarret. Sepse vetëm kur e shet smutin, ja di vlerën shëndetit. A morë vesh, a me e ki familje, se ki familje, e ki bashkëshatari, e ki një shka, ki morë vesh që a i smut, shko, vizitoj të sëmurin. Nuk po flasë për sevapin. Nuk po flasë për sevapin, si që transmitohet nga Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se të vizitosh të sëmurin, do të thotë, sikur të kishin vizituar Allah në dhul xhelal. S'po hi ati, ku veç po hi që shko, vizito të sëmurin si terapi. Kjo është e parë. E dyta, kur të ndëgjosh se ka vdek dikush, prezanton burrimin e tij. Shkon në ceremoninë e vdekjes. Prezanto dhe shife me sytë e tu sa më shpesh, se si njerëzit kalojnë nga kjo botë në botën e amshume. Meren, ashtu si e ka caktuar Allahu xhelal. Kjo është terapia e dytë dhe e treta, sa më shpesh vizitoni varrezat. Jo të vizitoni varrezat kur vdes dikush. Sa më shpesh vizitoni, sepse vizita e varrezave ta zbut zemrën. Sepse e kupton edhe ti ku e ke shtëpinë tonë të ardhshme. Pra 3 gjëra, ta sëmurin vizitoje, prezentoj në përvorrime, edhe shko vizitoj varrezat më shpesh. Kjo një terapi shumë e mirë për ata që e kanë zemrën e ngurtë, që zemra e tyre të zbutet. E nëse nuk reagon, pa përsëritë prap, derisa ta arrijmë në zbutjen e zemrës. E s'janë në zemrat tona, po s'kam drejt pikoj. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Fa Allahu xhelal në Kur'an, për ata se çka mbati në zemrat e tyre, e di veç Allahu xhelal. Vetëm Allahu xhelal na i din, por çdo kush duhet të jetë autokritik, të analizojë veten e vet dhe të orientojë veten e vet në rrugën e drejtë. Unë lut Allahu xhelal, inshallah Allahu të gjithëve në rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarmi i xhenemit të na mbroj. Xhenetul Firdosin nasip të na e bëj. Ne mundsoj një jetë me gashme, me bereqet dhe inshallah kur ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me shahadet duke thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu